vite të tëra, Recep Ibërdemaj ka shërbyer me përkushtim në uniformën e policisë, duke kontribuar në ruajtjen e rendit dhe të ligjit. Por pas pensionimit, ai zgjodhi një rrugë krejtësisht tjetër. Sot uniforma e tij është e bardhë, por jo për ndonjë detyrë zyrtare, por për të mbrojtur nga pickimet e bletëve, të cilat I rrit me dashuri e përkujtesje të madhe. 70 vjeçari nga fshati Llugi I Stokut kujdeset për 60 koshere të bletëve të cilat I dërgon deri në bjeshkët e Isniqit të Deçanit. Po për shembull, pe foli vitin 2013, kemi pas dikun 1200 kg me 60 koshere blet. 1200 kg mjalt. Kështu që varësisht për viteve, thash ma parë, që më varet viti, e tani që 4 vite 5, që jam pensionu, atëherë I dërgoj edhe në bjeshk atje në Kullosa, në bjeshk të Isniqit, në Pleqe quhet, ofër Myllëshefcit, dhe atje kanë dhonë rezultat mjaftueshëm. Këtu që e bën të veçantë për shembull vetë kjo ambienti këtu edhe fusha që është, edhe ka dhe bagrem. Pas përfundimit bagremit na I dërgojmë në bjeshk. Edhe ata të bjeshkës ka dallim të madh me këta të bagrenit, është shumë mjalt I suksesshëm. Në bjeshk është më ndryshe sepse atje ka lloj drujve. Për shembull na ku I kemi nalësia mbydetare është 1700 metra, ku I kemi stanet atje. Edhe atje është një lulë që këto e shfrytëzojnë në kohën korrik, edhe ka pisha, ka e marrin pej pishe, pej hormoqit, pej gjithave, edhe për ata edhe dallon për kanë gjyra. Gjyrën e ka ma të kuqe, se sa mjalta e bagrenit edhe e fushës, e livadheve. Pikërisht për shkak të cilësisë së lartë dhe kushteve unike në të cilat prodhohet, mjalti I bjeshkës kushton më shumë, 25 euro për kilogram, krahasuar me 20 euro që kushton mjalti zakonshëm. Po për shembull aty sillet diku 20 euro kjo, këtu 25 atje, dallimi është që aty. 20 me 25. Po, shumë vinë për shërim kërkojnë, edhe të gjithve edhe rezervojnë që ata të bjeshkës. Sepse ka, I thash ma përpara, është atje do druje dhe pishat e molika, thirrët edhe lula tjera që ekzistojnë në bjeshkën tonë atje. Pleqet Isniqit. Ibërdemaj tregon se interesimi për mjaltin është shumë I madh. Kërkesat kom të mjaftueshme, sidomos për ata të bjeshkës atje, se e kanë provue, edhe kom kërkesat mjaftueshme sa që nuk mu I mi furnizu sa kom kërkesa. është e shesim këtu krejt, familjarët, farefisi, e gjithë I stogu këtu, e marrin e din, vinë këtu edhe e marrin. Nga 3 koshere që kishte në fillim, sot ai ka arritur një numër rekord prej 60 kosherësh me blet. Unë kom punu në policinë e Kosovës nga 2001, për njëherë pas lufte edhe para lufte, kom punua deri në vitet 90-ta. Vitet 90-ta kur e kemi lëshu punë dhe pas lufte jemi inkuadru më njëherë në policinë e Kosovës, edhe me disa kolega të bisedue për blete, për këtu, që janë bletarë, si për shembull një Rifat Ferata, I quhet I se ata kishin pas me traditë dhe ato, tha du me t'inkuadru, tha në qëtë veprimtari, tha dhe ty tha se ti thas, edhe ma ka dhonë një blet,
një më ka dhonë miku në radafës atje, edhe një kom ble prej Fadil Kuklecit, që është i njoftun si bletar këtu dhe që kom një respekt veçantë që neve na ka ligjeru shumë për blet, edhe kem fillu me 3 edhe me 3 blet dhe kem arrit rezultatin deri 100 koshere. Për të, bletaria është një punë që e bën me kënaqësi dhe pasion dhe thotë se sa të jetë gjallë, nuk do ta ndalë kurrë këtë veprimtari.